Në vitin 2024, Kosova i ka pas 281 MW në operim, edhe sot është në proces mi shtu edhe rreth 70 MW kapacitet tjetër, mirë po ato ende nuk janë shumë punë. Pi targeteve që janë vendus për strategjisë për energji, kemi 1600 MW që pritet me qenë online. Dhe me thëmë prej 1600-ve, i kemi 281 që për momentin i kena online, që kalëzën që ekziston një gap shumë i madh prej targeteve që i kena vendus në asi vend, edhe është një diskrepancë shumë e madhe në aspekt të zbatimit. Kjo të regon se sfidë në Kosovë është jo me qitë target, se targeti është i mirë, edhe është shumë është mirë prit për këtë akterve të industrisë, mirë po sfida vërtet është nëse Kosova mundet me mbëri, me kriju një treg i cili mundson që projektet serioze me u financu edhe me u shumë punë. Energjia ripërtërishme është një zgjidhje, edhe që tha dhe Dardani më herët, një pillars shtyllave kryesore, të cilat i adresojnë secilën prej çdo sfidave që tregu jonë përballet me to. Por kapacitetet e reja nuk zhvilluan në shkollë të madhe, veç se ekziston urë me diell ose ka resurse të erës, mirë po apo nëse ka mbështetje politike. Ka edhe dy faktorë tjerë që do të mi marrë parasysh për me mujt mi mbrit këto kapacitete. Kjo është kur ka kapital financiar i cili implementohet në Kosovë, vjen edhe implementohet në projekte të tilla. Që ky kapital ka marrë veç në rastet kur investitorët kanë me pas qartë këtë procesin e zhvillimit të një projektit. Prej tokës, deri te leje, qasja në rjet, modelin e qysh kanë me fitu për qatëve projekteve, mi pas kontratat e qarta, financimi i kryen, edhe janë të identifikuar rreziqet e ndërtimit që vijnë. Prandaj që kjo reformë në aspekt të nivelit investues, nuk është vetë çështja e investitorëve, por paraqet një çështje kombëtare të kapacitetit tonë për me implementu projekte të tilla.